Gazetari i familjes Veliaj, Mero Baze, ka bërë një editorial 2 ditë më parë, ku mes rreshtash sulmon ashpër drejtorinë e burgjeve si institucioni korruptuar, gjë që nuk e kishte bërë ndonjëherë më parë dhe gjithçka filloi kur u arrestua Erion Veliaj. Nuk e bëri as për Ilir Beqën, nuk e bëri as për Ilir Metën, megjithse tani kërkon ta përdorë në rreshtat e tij apo ta keq përdorë. Nuk e bëri as për shumë kryebashkiak të tjerë, nuk e bëri as për shumë ministra të tjerë të Ramës dhe zyrtar të tjerë. Por tani, për Erion Veliajn, shkon deri aty sa Mero Baze është në dieni se çfarë ka ndodhur në qelitë e burgut të Durrësit. Në shkrimin e tij, ai thekson se të korruptuarit e burgjeve kanë bërë një krim të madh, pra duke qenë një shantazh, kërcenim dhe presion i hapur ndaj zyrtarëve, pse kanë mbajtur dokumentet për t'ia dhënë Erion Veliajt sipas një urdhri të gjykatës. Sipas versionit të Mero Bazes, edhe Veliaj edhe avokati i tij pas kanë kundërshtuar marrjen e dokumenteve. Zyrtarët e burgjeve dhe oficerët e BKH-s shkuan t'i jepnin Erionit atë që kërkonte, atë teken që përdor si lëvizje në gjykat duke thënë dua aktet e printuara, ndërkohë që vetë ka paguar $220.000 lobim me studio avokatie, ndoshta disa vjetra mira të tjera, nuk ishte disa vjetra mira lek t'i printonte këto aktet e spakut. I mori me vendim gjykate, oficerët shkuan t'i dorëzonin. Sipas Mero Bazes, Veliaj dhe avokatët e tij kanë kundërshtuar t'i marrin këto sepse duhet të kishin bërë një proces verbal. Në fakt, çdo akt që dorëzohet bëhet me proces verbal dhe nuk ka shans që zyrtarët e burgjeve, ata që si do Mero apo dhe ata që i do Mero, të bëjnë një gaf të tillë, sa t'i dorëzojnë apo të marrin dhe të mbajnë dokumente pa pasur proces verbalin përkatës. Mero thot se Erioni i ka marrë dosjet. Këtë lajm të madh, se Erioni i ka marrë aktet në dorëzim, e dhanë edhe mediat e paguara nga inceneratorët famoz që nuk ekzistojnë, apo ato të paguara nga vëllai i Erion Veliajt, Arbri. Ndërkohë, që Mero thot që zyrtarë të korruptuar i mbajtën dosjet sipas urdhrit të dhënë nga Spaku, sepse Veliaj kundërshtoi se duheshin bërë me proces verbal. Po cilët janë këta zyrtarë që nuk donin proces verbal? Pra, Erioni donte proces verbal, zyrtarët donin proces verbal. Pse nuk i ka marrë Erioni dosjet? Pyetja tjetër. Mediat raportuan që Erioni i ka marrë, pa proces verbal s'ka shans t'i ketë marrë. Çfarë është ky shkrim? Apo thjesht dhe vetëm Mero Baze paralajmëron strategjinë e Erion Veliajt për seancën e ditës së martë, pra ditën e nesërme 24 mars. Mosvall ka qenë kjo lëvizja e Erion Veliajt, shumë e thjeshtë. Ndoshta nuk e ka pritur që pas vendimit të gjykatës brenda 24 orësh, drejtoria e burgjeve dhe oficerët e BKH-s do t'i jepnin dokumentet dhe do t'i çonin përpara. Dhe mëtej ka kundërshtuar marrjen e dokumenteve me idenë se si ka marrë akoma, disa ditë ishin pushim, i marrë nga java tjetër. Vjen në gjykat dhe thot, sot i mora unë në mëngjes, sot kanë ardhur, unë si ka marrë akoma, megjithse i ka pasur në zyrë. Ndërkohë Mero shkruan se këta të burgjeve janë treguar të keq përdorur dhe janë të korruptuar sepse kanë shkuar dhe ja kanë çuar dokumentet sipas rregullave dhe kërkesave ligjore. Tani, nga njëra anë kërkon dokumentet, nga ana tjetër thon se kërkonte të merrte proces verbal. Nga ana tjetër thon i kanë marrë ata të burgjeve, nga ana tjetër thon i ka marrë Erion Veliaj, nga ana tjetër s'ka proces verbal. Tani është shumë e thjeshtë, gjithçka do të zbardhet nesër. Çfarë do të bëjë Erion Veliaj në seancë gjyqësore? Dhe e dyta, në rast se ka proces verbal, ai duhet të dalë dhe duhet të bëhet publik, jo thjesht dhe vetëm për t'i qerë turinë të Mero Bazeve, po që shqiptarët të mësojnë të vërtetën. Në rast se nuk ka proces verbal dhe Veliaj nuk ka qenë në dieni dhe ato dokumente nuk i ka marrë, atëherë ky është një skandal për të cilin duhet të mbajnë përgjegjësi punonjësit e burgjeve, oficerët e burgjeve, BKH-s e tjerë. Por në rast se kanë shkuar, kanë dorëzuar dokumentet me proces verbal dhe pastaj janë kundërshtuar për t'i marrë apo kanë bërë skema dhe lojra për të vonuar dhe shtyer seancat gjyqësore, këta janë skenaret e paralajmëruara që dihen prej shumë muajsh. Sepse tani, në qoftë se Erion Veliaj do të kishte qenë burr, mund të kishte ecur me gjyqin e tij dhe ndoshta mund ta kishte mbyllur dhe mund të kishte dalë i pafajshëm. Po vazhdon të kapet me procedura, me shtyrje, me seanca, sepse e di zullumin që ka bërë dhe e di se sa e dënon ligji për ato shkelje dhe ato abuzime që ai ka kryer. Ndaj dhe gjenden kleçka me proces verbale, pa proces verbale, më jep këtë letër se kam atë letrën tjetër, po këtë avokatin e dua, po atë se dua, po e do boj atë, po vjen ky tjetri, duke e bërë procesin pis dhe duke e bërë një lëmsh të vërtet. Por që në fakt është shumë herë më e thjeshtë se sa skemat dhe skenaret e ndërtuara nga Erion Veliaj. Dhe për ta zbërthyer një herë mirë, duhet të kuptojmë, a ka pasur një proces verbal? Dhe në rast se ka proces verbal, ai duhet të bëhet publik një herë mirë që shqiptarët të jenë më të qartë se Erion Veliaj nuk është një njeri që po persekutohet politikisht, nuk është një njeri që i është mohuar ndonjë e drejtë, por është në burg sepse po prishte provat. Dhe skenaret e tij kanë një qëllim,
që të dalë sa më shpejt nga burgu dhe që të mundohet të rregullojë çdo mundet jashtë me takime, lobime apo lëvizje kundër drejtësisë, ashtu siç ka bërë për gjatë më shumë se një viti që përpara se SPAK-u ta arrestonte.